O robërt Allahut, nuk ka dyshim se zemrat e muslimanëve gëzohen dhe mbushen me lumturi me ardhjen e muajit Ramazan. Dhe me të drejtë gëzohemi dhe përgëzohemi për të, sepse Allahu ka përgatitur në të mirësi dhe shpërblime që nuk gjenden në asnjë muaj tjetër. Ai është muaji i agjerimit, i cili përban një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Kush agjeron atë me besim dhe me shpresë në shpërblim, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Ai është muaji i namazit të natës. Kush e fal namazin e natës me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Në të gjendet një natë më e mirë se 1000 muaj, nata e Kadrit, në të cilën u zbrit Kurani. Kush e kalon këtë natë në namaz, duke pasur besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Ramazani është muaji i Kuranit, në të cilin Kurani ka zbritur, dhe në të muslimani duhet të ashtojë leximin, recitimin dhe meditimin e tij më shumë se në çdo kohë tjetër. Ai është muaji i mirësisë, bujarisë, dhënies dhe bamirësisë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar dhe bujaria e tij ishte më e theksuar në Ramazan. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Ju erdhi muaji i Ramazanit, një muaj i bekuar. Allahu ju ka bërë obligim agjerimin e tij. Në të hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen shejtanët kryeneç. Në të është një natë më e mirë se 1000 muaj. Kush privohet nga e mira e saj, vërtet është i privuar. Transmeton Nesaiu dhe Albani thotë se është hadith i mirë.